Përshëndetje nga Vlogmas, numri nuk e di, kam humbur sepse kam bërë disa mungesa, por do flasim kur të vemi në shtëpi, se jemi në shtëpi tani. Ne po dalim pak, kemi marrë kafe, meqense kemi burri në shtëpi, edhe po nxjerrim dhe jasonan, ma në fund pas disa ditësh viroz. Do dalim, do vemi do marrim disa gjethe bredhi diku këtu edhe po. Vajtëm pak në Jumbo sepse gjithë ditën jashtë kam mësuar pak makinën, unë e kam praktikuar sepse tani na duhet. Dhe pastaj vajtëm pak në Jumbo, morëm 2-3 gjëra që na duheshin. Morëm këto për dritare që të luajnë fëmijët, këtë me fleta të bardha për të kopshti i ajlës, goda për të pirë kafe e burri, faracia, tahin pa sheqer me kakao, e pëlqen shumë ajla dhe do të provoj këtë sot. 2 goda bosh për të bërë këto me mjaltë të burri, jasona po flet. Këtë për të hedhur vaj edhe për të tigani për tek çdo gjë. Edhe avokado dhe 2-3 gjëra për advent kalendarin e ajlës, sepse po më mbaronin ato gjërat që kisha bler te shtëpia. Tjetër këto kemi marrë. Mora dhe 2 çokofreta dhe i hëngra ato. Edhe këto morëm. Tani po presim që të marrim dhe ajlën dhe do ikim te shtëpia. Që kur kemi ardhur, unë jam marrë vetëm me punë, prandaj dhe nuk ju kam hapur, me gatim bërëm perime të ziera, perime në furrë, patate dhe kungull, edhe nuk ju kam hapur fare që t'ju flisja, kështu që prandaj edhe nuk e di se sa minuta do dal vlogu. Por po, ku kam humbur? Kam që të shtunën që kam filmuar, pastaj nuk kam filmuar më, sepse na u smur jasonan të dielën në mëngjes u çuam me temperaturë. E nuk e di nga i erdhi, sepse vetëm temperaturë kishte dhe shumë pak sekrecione. Kështu që nuk mund të filmoja, ishte goxha i smur, temperatura ishte 38.5 edhe lart, i vajti gati 40, kështu që 3 ditë ka qenë me temperaturë. Sot është dita e 4, nuk ka, as natën mbrëm s'ka patur. Këto në shtëpi kemi ndenjur, ka qenë dhe koj keqe, tani ka filluar, sot ishte diell që pak të nuk ngrohem dhe nuk ishte dhe shumë ftohtë. Kështu që prandaj dhe 2 ditë nuk do të kemi vlogmas, dje edhe sot, sepse këto ditët e tjera që kisha munguar, se dhe të premte nuk filmova nga që të 2 fëmijët në shtëpi, koha ishte shumë e keqe edhe unë nuk filmova fare, më filluan grindeshin, bëshin nuk dija që të thoshja. Ne kam që mbrëmshmëre me punë, kam larë rrugicat e kuzhinës sepse ishin bërë shumë pis, furrë, kam pastruar shumë. Edhe sot me ato po merren, u mora me sallonin, fshiva poshtë divanave, divanë të gjithë. Ishte bërë goxha pis këto ditë që ka qenë jasona i smur, nuk ja kishim varë shumë shtëpis. Më ka ngel dhe kuzhina, po grindet shumë sot, ndoshta nga dhëmbët jasona, edhe kështu që më ngelet për pastaj që është bërë dark edhe unë jam marrë me punët e shtëpis, nuk kam mbaruar akoma, kam për të larë shtëpin tani, sepse vendosa dhe fëmijët në gjumë, prandaj po vonohe, edhe për të mbledhur dhe rrobat. Kështu që po, me këto jam marrë deri tani, kisha dhe kam akoma goxha punë, sepse ju thashe kisha lënë pasdore shtëpin të ditë. Po, nuk e di po më shikoni, po jam kështu e trembur, se tani në darkë ishte burri për peshk,
kapte peshk me varkën, me shok të ti, edhe sonë disa peshk. Edhe më tha, ose pastroj ose prit mua se po fut në garazh të varkën. Edhe, okej, fillova unë që se kisha pastruar dhe gluzhinën, i vendosa te lavamani ti pastroja. Edhe fillova pastrova në spat njërës, edhe i hodha pak ujë. Sa mbyll ujën unë, kur fluturon njëri. O, zot, hidhet kështu lartë. Sa më ka tremu. Shikoni qa po bëjnë, ati te lavamani po. Tani, nga kam shumë, nuk kam frikë, se nuk është herë e parë që shoh peshk, pastroj peshk. Po sa jam trembur dhe nuk kam pucim tani t'i prek, tani që lëvizin. Kështu që do pres burrin një herë që t'i bëjaj, po a tregoj tani në kamerë se çfarë po bëjnë, edhe pastaj do hapim advent kalendarin. Shifni këtu, se po lëviz dhe ai lëviz më shumë, ai kuqi, aty. Edhe këtu të madhin kisha filluar unë të pastroja dhe lëvizin të dy. Ja si lëvizin dhe kam shumë frikë. Edhe ky këtu po lëviz gojën. Shiko si të shikoj këta të tjerët. Po. Okej. Nuk do t'ju hedhuj. Do t'i lashu të mos lëvizin më, edhe ose t'i pastroj, ose të vi burri që t'i filloj t'i pastroj, paktën mos t'i lëvizin. Nuk e keni ide sa jam trembur, jo se kam frikë, thjesht jam trembur, nga që isha duke pastruar. Kështu, sot pas dite na kanë ardhur gjitha të gjëra bio, vez nga fshati, super të mira sepse këtu në Ishë nuk janë shumë të mira. Lepur nga fshati, shumë të mira. Kushurira e burrit burrin e saj e ka nga fshati. Edhe këtu në Greqi edhe na ka sjellë gjëra të mira. Peshk, po, besoj se peshku mund ta bëjmë nesër, do shohim. Edhe kështu. Tani, do hapim advent kalendarin, kemi 3 për të hapur, sepse është data 9, 10 edhe nesër 11. Sepse e bëra llogarinë edhe ky është vlogmas 11. Ç'është e vërteta mu bën pak lëmsh ditët, po hajde, s'ka problem. E rëndësishme është janë fëmijët mirë dhe nuk kanë temperaturë apo ndonjë viroz, sepse nuk e di po ua thash, po është përhapur shumë një lloj gripi që bën buçra në gojë, në këmbë dhe në duar. Është shumë i keqi, është torturë për fëmijën, për prindin që mbaron fëmijën, sepse as nuk kanë, as nuk bëjnë. Edhe fatmirësisht deri tani fëmijët e mi nuk e kanë kapur, por u trëmba kur kishte temperaturë jasona. Tani, të gjejmë nëndën. Po. Në fakt, po i marrë të 3 kështu që ta mbyll pastaj. Të gjejmë 10-ën edhe 11-ën. Kështu. Okej. Do filloj me numrin 9. Ja ku është. Një gjel për dush. Për pastrimin e trupit duhet jetë kjo. Pa. Ja ku e keni dhe këtë. I ku kjo. Tani të hapim 10-ën. Ja ku është dhe numri 10. Okej, tani është një mask për fytyrën, është me kos, me kos grek. Okej. Këtë kam dëgjuar që është shumë e mirë. Linja e kësaj kores për me kos është shumë e mirë. Kështu që do ta provoj këtë. Edhe 11-a që pakua është më e madhe, të shohim. Njësoj me atë qënka. Shower gel është dhe kjo. Thjesht ndryshon me çfarë janë. Oitrus nuk e di çfarë është.
Kurse kjo është me basil, më duket se është borziloko. Edhe me limon është kjo. 11. Okej, na dolën gjithë ato për gel. Këto besoj se do t'i mbajmë shumë kur bëjmë udhëtime që t'i kemi, sepse nuk kam nevojë për tani këtu. Kështu që po. Kështu. Çfarë do të thosh? Më ka dalë në internet që ky advent kalendari në Shqipëri shitet 80.000 lek e diçka më shumë, diçka e tillë. Jam çuditur, shumë shtrenjtë në Shqipëri, nuk e di pse isha si kaq shtrenjtë. Në fakt nuk mund të bëj unë llogarinë të tjerëve se sa fitime, sa dogana, sa gjëra të tilla. Por unë këtu këtë e kam bler 45 euro. Kaq, nuk e kam bler, do me thënë kam paguar dhe postu, por është diçka tjetër. Që dhe posta 5 euro vinte, që vjen këtu në ishu. Shumë shtrenjtë në Shqipëri, nuk e di pse i shesin ai shtrenjtë dhe sidomos advent kalendar që shikoni çfarë dali. Thjesht këto travel size, kaq të vogla. Nuk e di po ja vlen për 80 euro, 80.000 lek. 80.000 lek, diçka e tillë ishte në disa farmaci që më dolën mua online. Shumë shtrenjtë, nuk e di, nuk është gjëja e parë, edhe shampua që i përdor fëmijëve, këtu unë e marr, tani është rritur 1 euro më shumë, 9 euro e gjysmë, në Shqipëri shitet 25-26 euro, që më dalin, e kupton, më dalin si sugjerime dhe prandaj dhe jam dhe kurioze që i shikoj. Shumë shtrenjtë, nuk e di si ja bëni, por vini dhe nuk i shesin dhe të paktën 5.000 lek apo nuk e di 10.000 lek më shumë, po këta fluturojnë aty. Nuk e di si ja bëni, por shumë shtrenjtë, tepër shtrenjtë. Dhe tani këta marrin dhe prodhime greke që Greqia nuk është shumë larg me Shqipërinë. Këtu në kufi janë, afër janë. Kështu që nuk e di si ja bëni. Shumë shtrenjtë. Atë jam habitur dhe sinqerisht nuk e di si arrini dhe i blini. Por po keni njerëz këtu në Greqi të paktën këto që janë prodhime greke, porosisni paktën shumë shampon e fëmijëve, porosisni 2-3 për gjithë vitin sepse është gjyna. Është gjyna që të shpenzoni gjithë ato lek. Nuk e di, jam çuditur, vërtet. Dhe kështu. Tani, nuk janë të vetme produkte, mos të harrojnë për gjërat që i gjejnë në Lidl dhe i shesin, si gingerbread, që nga 10 euro ishte në Lidl, dikush i shiste në Shqipëri 25 euro, 25.000 lek, është normale. Nejse, unë tani do ta mbyll, uroj mos të bëjmë mungesa, mos harroni të bëni subscribe dhe ne do të shihemi nesër, natën e mirë.